Kam një lajm fantastik. Nuk do kullojmë nga djersët, sepse më fund kemi vënë kondicionerin. Lajmi i keq është që më lejohet ta ndes vetëm kur po bëj video. Bëj shaka. Një gjë tjetër shumë e bezdisshme është që me siguri do dëgjohet nga video, kështu që më vjen keq. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Misterland. Emri im është Teri dhe ne këtu tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Tek përshkrimi i videos do të gjeni linkun për profilin tim në Vinted nëse doni të blini aksesorët e mi dhe pa humbur kohë, le të fillojmë me rastin e sotëm. Rasti i sotëm në fakt bëri buj dhe u bë shumë i famshëm në gjithë botën për shkak të një klipi që u lëshua nga policia në tentativë për të zbuluar ngjarjen përpara se të ndodhte zbulimi makabër i trupit të viktimës në një vend ku askush nuk i kishte marrë ndërmend që mund të ishte. Një 21 vjeçare, studente në Universitetin e British Columbia në Kanada, gjendet pa jetë brenda botit të ujit që furnizonte me ujë pra hotelin Cecil në Los Angeles. Por kush ishte kjo vajzë? Elisa Lam ishte një studente 21 vjeçare nga Kanadaja, por prindët e saj ishin emigrant nga Hong Kongu. Ata kishin arritur në Kanada në Vancouver, kishin hapur një restorant dhe Elisa ishte rritur pikërisht atje. Për Elisën dihet jo shumë, dim vetëm që vuante nga problemet të shëndetit mendor. Tani, shëndeti mendor, disa njerëz e mendojnë shumë bardhëzi, që ose je e shëndetshme, ose je për tek pesa, pra ti nuk e ke iden se ku je rrezikshme për veten dhe për të tjerë, por nuk është kështu. Si një person që e di pak a shumë vështirësitë e këtyre problemeve, unë personalisht vuaj nga ankthi, kam kaluar edhe një periudhë shumë të rëndë depresive, dhe kush e disa gjëra tjera që nuk janë diagnostikuar akoma. Shëndeti mendor ka disa faza, nuk është njësoj për gjithë, jo gjithë njerëzit kanë të njëjtat simptoma. Dhe mbi gjitha duhet diagnoza e një profesionisti, por kur kjo diagnozë vjen, gjëja më mirë që mund bësh është ta pranosh që e ke një problem të tillë dhe të mundohesh ta mbash në kontroll. Dhe Elisa po bënte pak a shumë të njëjtën gjë, në fakt ajo mjekohej, pinte ilaçe për problemin e saj, ishte diagnostikuar bipolariteti dhe depresioni. Por ishte një detaj që më bëri shumë përshtypje kur e lexova, dhe ishte fakti që prindit e Elisës e mbanin të fshehur faktin që vajza e tyre kishte probleme të tilla. Kjo sepse në disa kultura një gjë e tillë shikohet si një lloj defekti dhe është akoma ajo stigma, është akoma ai parajgjykimi që personi në fjalë nuk mund të funksionojë si një person normal thjesht sepse vuan nga një problem i tillë. Por jo, ka sa duash njerëz atje jashtë që për sa kohë marrin mjekimet e duhura, arrin të bëjnë jetë normale. Kur jeta për një person të tillë nuk është e lehtë, por sidoqoftë edhe kjo lloj stigme dhe kjo lloj paragjykimi nuk bën asgjë veç se përkeqëson situatën. Por pavarësisht kësaj gjëje që bënin prindët e saj, Elisa fliste lirshëm për problemet e saj të shëndetit mendor, sidomos në rrjetet sociale, sidomos në blogun e saj në Tumblr, ku ndante me ndjekësit e saj shumë mendimet të sajat, opinione, ndjenja, ndoshta gjëra që nuk ishte pasur mundësinë as t'i diskutonte me familjarët e saj për shkak të kësaj stigme dhe këtij paragjykimi. Pavarësisht se nuk ishte regjistruar ndonjëherë zyrtarisht që Elisa kishte tentuar vetvrasjen, dihet që të paktën një herë ishte zhdukur nga shtëpia dhe nuk ishte kontaktuar familjarët e saj për një farë kohe. Por në 2013 Elisa vendos të bëjë një udhëtim në Amerikë. Me datën 26 janar 2013, ajo arrin në hotelin Cecil në Los Angeles. Më parë kishte vizituar San Diegon, vendet e tjera aty afër, por hoteli Cecil është i rëndësishëm sepse nuk është një hotel do si do. Për momentin është i mbyllur, të paktën kështu duket nga interneti,
por le të themi që nuk ka një famë të mirë. Hoteli Cecil u ndërtua në 1920 në Los Angeles dhe në fakt në fillim ishte një hotel luksoz. Është një hotel gjigant me mbi 700 dhoma, por gjatë viteve 30 në fakt klientela ra edhe reputacioni i hotelit dhe nga një hotel luksoz u kthye në një hotel të rëndomt. Madje le të themi edhe zona ku është ndërtuar nuk ndihmoi sepse është një zonë e rrethuar nga krimi dhe gjëra të tjera ilegale. Por ka dhe një histori të çuditshme sepse shumë gjëra të këqija kanë ndodhur te ky hotel. Duket sikur është magnet për gjëra të këqija. Okej, pjesën kriminale kuptoj. Në fakt edhe një nga serial killerat më të famshëm të Amerikës, Richard Ramirez, ka jetuar tek hoteli gjatë kohës që kryente krimet. Kështu që unë nuk kam folur për rastin e tij. Jo, nuk kam folur. Ka folur Lori tek dosjet e errta, nëse doni ta dëgjoni historinë e Richard Ramirez. Është një histori makabre. Por le të themi që fakti që një person kaq i njohur për botën e krimit ka qëndruar te ky hoteli dhe nuk është zbuluar, nuk po i bën një publicitet të mirë hotelit, është ideja. Nuk ishte i vetëm serial killer, ishte edhe një tjetër që nuk e mbaj mend emrin tani, kishte me 10 raste vetvrasjesh. Pra njerëz që zgjidhin hotelin për të vrarë veten, për të dhënë fund jetës. Nuk e di pse për çfarë arsye ishte një ligj në Los Angeles që detyronte hotelin që një pjesë të dhomave t'i ruante për njerëzit e pastre që jetonin aty rrotull. Me sa duket kjo zona është plot me të pastre. Jo për të thënë që të gjithë pastrehat janë kriminal. Por fatkeqësisht një pjesë e tyre ndonjëherë dhe janë detyruar të bëjnë gjëra ilegale për të mbijetuar, sepse nuk ishte zgjedhje tjetër. Dhe me sa duket ishte ky ligj që hoteli ishte detyruar të jepte dhomat këtyre me qira shumë të ulët. Pra duhet të merrte shumë pak para. Për të mos folur pastaj edhe për anën tjetër paranormale që shumë njerëz janë të bindur që hoteli është i përndjekur nga krijesa të frikshme, të mbinatyrshme. Dhe në fakt kjo pjesa paranormale së rikthehet edhe tek rasti i Elisës, po do flasim më vonë për këtë. Le të flasim për faktet. Dhe faktet janë që nuk ishte vendi më i mirë për të qëndruar. E megjithatë, ndoshta edhe në tentativë për të kursyer, Elisa shkon te ky hoteli dhe qëndron aty deri me datën 31 janar. Ose të paktën me datën 31 është hera fundit që ja ka folur me familjarët. Dhe familjarët duke mos pasur më asnjë kontakt me të, kanë lajmëruar policin mbas disa kohësh dhe madje kanë shkuar aty për të ndihmuar në kërkimet për vajzën e tyre. E megjithatë, njerëzit nuk e kanë parë Elisën të dalë nga hoteli. Sigurisht që policia bëri kërkime kudo, bëri kërkime brenda tek dhomat e hotelit. E megjithatë, doli më pas që nuk kishin bërë kërkime në të gjitha dhomat e hotelit, sepse nuk e dinin nëse mund të kishte ndodhur vërtet diçka e keqe. Në këtë pikë ata thjesht po kërkonin një vajzë të humbur që mbi të gjitha vuante nga problemet shëndetit mendor, kështu që nuk i shkonte ndërmend. Pavarësisht se ishte një zonë që krimi kishte lulëzuar, nuk mendoni që diçka e keqe mund të kishte ndodhur. Por kërkimet vazhdojnë dhe Elisa nuk gjendet as sekundi. Flasin me punonjësit e hotelit dhe marrin vesh që në fakt kishte ndodhur një incident i çuditshëm. Elisa kishte qëndruar në një dhomë në katin e 5 të hotelit, një dhomë e ndarë me disa persona të tjerë. Keni parasysh këto hostel që janë këto hotelet e lirë fare që ti shkon dhe flen në një dhomë ku janë 4-5 krevate dhe je me njerëz komplet pa njohur? Është absurde për disa, si puna ime, për shembull, nuk e di se do e bëja dot kurrë. Po ka shumë njerëz që nuk e kanë fare problem dhe shkojnë dhe thjesht flen aty, edhe pse ngjitur ka një person që s'e kanë takuar kurrë më përpara. Ky ishte rasti i Elisës. Ishte gjendur në dhomë me disa persona dhe pikërisht këta persona kishin shkuar të ankoheshin me punonjësit e hotelit, duke kërkuar që ta ndryshonin dhomën, pra ta hiqnin Elisën nga dhoma, sepse kishte sjellje të çuditshme. Nuk është çuar më tej situata, domethënë nuk kanë pyetur se çfarë sjellësh specifike, por sjellje të çuditshme që kishte shqetësuar njerëzit e tjerë në dhomë. Dhe për këtë arsye, 2 ditë mbas vendosjes së saj në hotel, ajo kishte ndryshuar dhomën. Pyetet dhe një tjetër dëshmitar, shitsi i një dyqani më përballë hotelit, ku Elisa kishte bler libra për t'i çuar
në shtëpi tek familja e saj për t'ia dhuruar atyre. Dhe tregon që Elisa i dukej një vajzë normale, ishte e qeshur, ishte e lumtur, nuk dukej si një person që po mendonte të bënte ndonjë gjë të keqe vetes. Dhe fakti që po blente dhurata për familjarët e saj tregon që kishte ndërmend të kthehej në shtëpi. E megjithatë, kërkimet vazhdojnë dhe nga Elisa nuk ka asnjë shenjë. Deri me datën 15 shkurt, kur policia nxjerr një video që ishte marrë nga kamerat e sigurisë një ashensori. Tani, kjo video në fakt u bë famshme në gjithë botën. Domethënë sa herë njerëzit shohin këtë video menjëherë, kuptojnë që kemi të bëjmë me rastin e Elisës, sepse u bë famshme kudo. Në këtë video ne shohim Elisën që futet tek ashensori dhe ka vërtet disa sjellje të çuditshme. Duket sikur po përshpërit diçka, por është vetëm. Pastaj shohim që shtyp të gjithë butonat e ashensorit dhe edhe këtu është diçka e çuditshme sepse profesionistët thonë që ashensori duhet mbyllej dhe do t'i bënte të gjithë katet me radhë që ajo kishte shtypur, por ne shohim që ashensori në fakt nuk mbyllet, qëndron i hapur. Ne shohim Elisën që nxjerr kokën, shikon andej këtej te korridori dhe prap futet me shpejtësi. Disa njerëz thonë që kjo ishte e frustruar që nuk po funksiononte ashensori. Por disa tjerë thanë që dukej sikur në fakt Elisa po mundoi të ikte një personi. Dhe këtu hyn dhe teoria që ndoshta Elisa mund të kishte rënë viktimë e dikujt. Një tjetër detaj është që duket sikur videot që kanë dalë nga policia janë të trukuara, pra janë modifikuar, nuk janë tamam ashtu. Janë prerë disa copëza të videos, disa ai orari aty është hequr. Dhe sigurisht që njerëzit filluan të formulojnë lloj teorish. E megjithatë duhet kalojnë disa ditë të tjera dhe me datën 19 shkurt, më në fund gjendet trupi i Elisës. Gjendet në një mënyrë vërtet të tmerrshme. Disa nga njerëzit që ishin në hotel fillojnë të ankohen sepse uji i hotelit, uji i rubinetit në banjo, kishte një aromë të keqe dhe ishte i zi. Kështu që njerëzit shkojnë sigurisht punonjësit e hotelit, shkojnë të kontrollojnë botin, një nga botet që ishin në tarac. Dhe në njërin nga këto botet shohin pikërisht trupin pa jetë të Elisës, tashmë në një gjendje shumë të keqe, komplet e dekompozuar. Elisa ishte komplet lakurish, por rrobat e saj ishin aty brenda. Dhe sigurisht që filluan dyshimet që dikush mund t'i kishte bërë vërtet keq ta kishte hedhur aty. Trupi i Elisës çohet për autopsi dhe autopsia e ka shumë vështirë në fakt të formulojë një shkak vdekje konkret. Okej, ka vdekur nga mbytja, por a është hedhur vet, a dikush e ka vrarë, ishte vështirë dhe ta zbulonin gjë të tillë. Sigurisht që gjithë menduan ndoshta një rast abuzimi, fakti që u gjetet çfarë. Por një gjë e tillë nuk doli tek autopsia. Ka nga ata që thonë se trupi ishte tepër i dekompozuar dhe autopsia nuk do ta gjente dot një gjë të tillë. Në fakt një pjesë e mirë njerëzve mendonte vërtet që kishim të bënim me një rast vrasjeje, sepse edhe mënyra se si u fol për gjetjen e trupit nuk ishte shumë, nuk ishte shumë koherente. Njëherë thanë që kishin gjetur kapakun e botit sipër të mbyllur. Tashi, nëse ajo do ishte hedhur vet, si do kishte mundur ta mbyllte kapakun, ishte e pamundur. Kështu thanë në fillim, por më vonë u konfirmua që në fakt kapaku ishte qenë hapur. E megjithatë edhe këtu ka dyshime sepse në tarac ishte kërkuar me qenë që ndjekin të aromat dhe qenë nuk ishin ndjer asgjë. Nëse kapaku ishte i hapur dhe kishte një trup i dekompozuar brenda në bot, qenë do kishin ndjer diçka, por nuk kishin ndjer asgjë. Ndoshta hetimet nuk ishin bërë siç duhet, ndoshta qenë nuk ishin afruar mjaftueshëm për ta ndjer aromën e trupit dekompozuar, nuk kuptohet mirë. Ishte sigurisht e hipoteza e paranormales. Kjo sepse ajo video që doli e Elisës në ashensor ngjan jashtëzakonisht shumë me një legjendë urbane koreane që u bë famshme në rrjetet sociale. Pak a shumë në të njëjtën periudhë ku njerëzit flisin që ekzistonte një lojë quajtur loja e ashensorit, ku ti
gjose shtypje butonët në një lloj forme, arrije të shkojë në një dimension tjetër. Dhe fakti që ajo përshpëriste dhe duke sikur po fliste me dikë, po në fakt nuk po fliste me askënd, lajmi mori dhënë që ndoshta vdekja e saj ishte për shkak të diçkaje paranormale. Po sigurisht që ligji nuk pyet për këto gjërat. Dhe sigurisht që kur erdhi puna tek çështja, nuk u morën parasysh asnjëherë nga këto parasysh një faktor tjetër që ishte shëndeti i saj mendor. Në trupin e saj u gjendën të gjitha ilaçet që ajo po merrte në atë moment, por u gjetën në një mënyrë dhe ilaçet vërtet ishin marrë nga ajo, por nuk ishin marrë me rregull. Ju gjet edhe pak, po shumë pak alkool, kështu që nuk mendohet që ajo të ketë pas pirë atë ditë kur ka ndodhur ngjarja. Ju gjet edhe pak ibuprofen, por ibuprofeni është ai që merret në farmaci, paracetamoli, kështu që nuk munden asnjë moment kishte shkaktuar një gjë të tillë. Por marrja e ilaçeve të tilla jo me rregull, me sa duket, mund të çojë në atë që është një episod psikotik. Episode psikotike janë episode ku personat që janë të prekur nga këto lloj problemesh humbin komplet si thua lidhjen me realitetin. Nuk e din ku janë, ose më saktë mendoj se po ndodh diçka, po nuk po ndodh vërtet ashtu, kanë halucinacione, shohin gjëra që nuk janë aty vërtet. Kanë mendime delirante dhe katastrofike, pra binden që diçka e tmerrshme do ndodhi. Dhe kjo është hipoteza më e mbështetur nga gjithë. Gjatë kësaj periudhe ti ke në fund jetës duke u hedhur brenda në botë. We begin with a disturbing development in the search for a young Vancouver woman in Los Angeles. Nearly 3 weeks after Elisa Lam went missing, a body has been found in a water tank on the roof of her hotel. Once again,